Rëndësishme është ajo që ka të bëjë me kryebashkiakun në qeli tashmë prej disa muajsh të Tiranës, Erion Velia, i cili sot në mesditë pritet të rikthehet në gjykatën e apelit të posaçëm, ku ka kërkuar lirimin nga qelia. Kujtojmë që Velia që prej muajit shkurt mbahet izoluar në burgun e Durrësit. Të tjera detaje lidhur me procesin ndaj tij përcjell kolegu Fation Gjinaj, të cilin e kam në komunikim të drejtë për drejtë. Fation, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Armela. Ditën e sotme në orën 14 në gjykatën e posaçme të apelit shqyrtohet dhe merret vendim mbi një kërkesë të kryebashkiakut në detyrë të Tiranës, Erion Velia, që mbahet në paraburgimin e Durrësit prej 10 shkurtit të këtij viti. Fillimisht për akuzat për veprat penale, korrupsion pasiv në 9 episode dhe pastrim parash, dhe që më pas u shtuan edhe 2 vepra të tjera penale që kishin të bënin me mosdeklarimin, deklarimin e rrem apo fshehjen e pasurisë, si dhe për futjen e sendeve të palishme në organet e paraburgimit. Ditën e sotme shqyrtohet kërkesa e tij për revokim të masës sigurisë në apelin e posaçëm antikorrupsion, ndërkohë që si garanci ai ka ofruar për lirimin nga qelia pasuror, garanci pasurore, nuk specifikohet se cila do të jetë shuma e ofruar nga mbrojtja, ndoshta është lënë në kompetencë të gjykatës nëse e vlerëson për ta pranuar një kërkesë të tillë. Kjo është kërkesa e radhës e kryetarit të Bashkisë në Detyrë të Tiranës përpara autoriteteve të drejtësisë dhe gjykatave shqiptare për lirimin nga qelia, një masë sigurie që e ka kontestuar që në fillim të herës. Fillimisht kujtojmë të nisur me akuza të forta ndaj organit të prokurorisë dhe të gjykatës që miratuan arrestin e tij në 10 shkurt në zyrën e kryetarit të bashkisë. Ndërkohë që në një tjetër kërkesë përmes rekursit pritet të shqyrtohet dhe të vendoset pa një datë të caktuar ende në gjykatën e lartë, ku Erion Velia i është drejtuar kësaj të fundit përmes një rekursi për të ndryshuar masën e sigurisë. Do të shohim se cilat do të jenë zhvillimet e ditës së sotme në apelin e posaçëm antikorrupsion lidhur me kërkesën e Veliajt dhe avokatëve të tij. Erion Velia, sjellim edhe një herë në vëmendje, akuzohet për vepra të rënda penale që kanë edhe një marshë të rëndë dënimi nëse provohet fajësia e tij në fund të gjykimit, si korrupsion pasiv në 9 episode, pastrim parash, futje të sendeve të palishme në organet e paraburgimit, por edhe mosdeklarim, deklarimi rrem ose fshehje e pasurisë. 2 veprat e fundit që listova janë komunikuar pasi ai është arrestuar në 10 shkurte ku mbahet në burgun e Durrësit si i paraburgosur. Dosja Velia e përfshin edhe antarët familjes së tij. Kryesore qendrore është bashkëshortja me masën detyrim paraqitja Jola Xoza, e cila gjithashtu akuzohet për 4 vepra penale të ngjashme me bashkëshortin e saj që ndodhet prapahekurave, ndërkohë që ajo ka ardhur vazhdimisht për të zbatuar masën e sigurisë detyrim paraqitje, një masë ndryshuar vetëm 2 ditë pasi GJKO kishte miratuar kërkesën e SPAK për arrest në shtëpi ndaj saj, duke e kthyer në detyrim paraqitje. Gjithashtu pjesë e skemës së korrupsionit të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, janë edhe disa biznesmen të gjithë në masën e detyrimit për të paraqitur. Objekt i shqyrtimit të kërkesave ditën e sotme është kryetari në detyrë i Bashkisë së Tiranës, i cili kërkon që të lirohet nga qelia duke ofruar edhe garanci pasurore. Po, e qartë, dhe kur kemi parasysh këtë të fundit, sigurisht nuk ka precedent të tillë, sepse ajo që lidhet me kryetarin e Bashkisë së Tiranës është një rast unik dhe ne këtë e dim, Fation. Po duke pasur parasysh mënyrën se si ndodh procedura ose mënyrën se si është ngritur akuza, cilat mund të jenë ato skenaret e sotëm, pa dashur që të paragjykojmë, por për të kuptuar, pra çfarë mund ta pengojë GJKO-n që të miratoj kërkesën e avokatëve apo e kundërta e kësaj? GJKO-n mund ta pengoj vetë GJKO-ja dhe vendimit e saj të mëparshme. Janë 4 vepra penale shumë të rënda që kanë një marshë dënimi deri në mbi 15 vite burg. Nëse provohen gjithnjë në fund të shqyrtimit dhe gjykimit të kësaj çështje, ndodhemi ende në fazë